Nëse nuk e kemi sektorin privat të angazhuar dhe shumë proaktiv, nuk do të kemi parafrim të nevojave të tregut me parafrim të profileve me nevojat e tregut. Dhe këtë Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë është duke treguar në çdo raport, por edhe Ministria e Industrisë përmes analizave të sektorit C, që është sektori i përpunimit, ku shumë profile vuajnë për të pasur më shumë inxhinier, nga vetë profilet 3-4 që janë vetëm të shkollës mesme, e mos të flasim për nivelin e lartë. Dhe në këtë rast, me bashkëpunimin rajonal, por së pari duke ristrukturuar edhe odën ekonomike të Kosovës, që do të jetë një odë nacionale, t'ju përafroj të gjithë dhe bashkë në një ombrellë, dhe në bashkëpunim të afërt me vendet e rajonit, ne duhet sa më shumë të marrim rolin për të kontribuar në aftësimin dhe aftësimin profesional, sepse të ju është kompetenca, të ju është mundësia që të sjellni me lehtë një rritje ekonomike dhe të kontribuani sa më shumë në transformimin e industrisë sonë në vend dhe rajon. Si avokus, ne përballemi çdo ditë me sfidat që kanë bizneset. Andaj konsiderojmë si një nevojë që të njohim mekanizma edhe më të fuqishëm për të kontribuar duke përfshirë infrastrukturë të mirë ligjore, politika fiskale më të volitshme, krijimi oferta më të mira për nxitjen e investimeve, edhe më të mëdha, rritja e kualitetit të arsimit dhe për nevojat të tregut, e cila do të pasojë me zhvillim më të madh ekonomik dhe rritje e mirëqenie të vendeve tona. Ne duhet të rrisim bashkëpunimin dhe të përfitojmë nga eksperiencat tona në mënyrë që të rritet produktiviteti i punëve tona. Çdo hap që ndërlidhet me bashkëpunim më të ngushtë rajonal kontribon drejt për drejt në rritjen e mundësisë për integrimin e vendeve tona në Bashkimin Evropian. Për neve është shumë e rëndësishme që ky projekt thekson çështjet kyçe të cilat forcojnë kohezionin rajonal, pasi që bashkon shtyllat kryesore të mirëqenies shoqërore duke krijuar kushte për fuqizimin e performancës sipërmarrëse.